Nderuar drejtues e seancës, në fakt dua t'i kthem me më pak pathos dhe me më shumë shifra zoti Dule, kur flet për zhvillimin ekonomik dhe marrëdhëniet me investitorët e huaj. Dhe po I përmend vetëm 2 shifra. Meqense I solli këtu si një potencial I munguar zhvillimi. Investimet e huaja direkte vetëm vitin e shkuar arritën në 1.63 miliard euro. Dhe stoku investimeve të huaja është në 17 miliard euro. Janë gati 18.000 kompani të huaja që operojnë në Shqipëri, të cilët punësojnë një numër të konsiderueshëm ekspertësh dhe punonjësi shqiptar, të cilët kapacitohen çdo ditë e më shumë. Janë 7.800 biznese që vetëm në 4 muajt e parë të këtij viti janë shtuar numrin e bizneseve në Shqipëri dhe kjo tregon për një zhvillim ekonomik I cili ndodh çdo ditë. Dhe për këtë arsye, jemi në një shifër të prodhimit të brendshëm bruto të arritur në 27 miliard euro. Këto janë shifrat, pa pathos, pa emocione, po ta themi edhe pa nacionalizma. Dhe mbi këto shifra, flasim për atë që është sektori më I rëndësishëm që ka kontribuar në zhvillimin ekonomik në 5 vjetet e fundit, turizmi. Por që ndoshta për atë që është zhvillimi I qëndrueshëm, turizmi ka edhe riskjet e veta. Dhe nga vendet fqinj apo vendet në rajon, jemi dëshmitar të historisë që është më lehtë të ndërtosh sesa të rindërtosh mbas krizave, qoftë atyre ekonomike apo problemeve të ndryshme që mund të kenë ardhur nga situata jo të favorshme, qoftë të luftrave. E për këtë të ndërtosh një ekonomi të qëndrueshme, kur e ke mundësinë të zhvillosh në një Shqipëri nga veriu në jug, nga biznesi I vogël, I mesëm dhe I madh, nga ai zhvillim I cili bën bashk vlerat kombëtare të shqiptarëve, duke filluar nga mikpritja, e duke vijuar më tej me ushqimin, me traditën në ushqim, me akomodimin, kjo sigurisht është fal punës së gjithë sipërmarrësve shqiptar, të cilët në vite, fal energjisë, shpirtit sipërmarrjes kanë arritur këtë zhvillim dhe fal sigurisht dhe mbështetjes së politikave qeveritare. Dhe në qoftë se flasim për politika qeveritare, një nga elementet më të rëndësishëm është infrastruktura. Mund të bëjmë një krahasim me rrugët rurale të shtruara përpara 10 viteve dhe ato në 10 vitet e fundit. Tani, unë jam një vajzë vlore dhe I di shumë mirë që kur jam qenë e vogël, se sa orë më duheshin për të shkuar nga Vlora në Kuç, në fshatin e gjyshëve të mi, për 80 kilometra. 4.5 orë. Jam njëkohësisht dëshmitare me mundësinë që pata për të vizituar shumë agroturizma në Tropojën e Lek Bibaj, ku më parë kam shkuar për 7 orë dhe kam shkuar tani për një kohë shumë të shkurtër, e ku më parë nuk gjeja asnjë agroturizëm, jo më të mos flisje më shqip, sepse të gjithë personat që ishin aty të ulur ishin nga shumë vendet të botës. Turizmi sot është fakt. Dhe është një fakt që ne ende kemi për ditë, e shohim për ditë, e shijojmë për ditë, dhe jo vetëm ne, por dhe shumë nga bashkëkombësit tanë që jetojnë jashtë, për të cilët krenohen dhe rekomandojnë dhe vlerësojmë. Ndërsa ne këtu, qoftë dhe në këto foltore, gjejmë debatin politik si një mënyrë për të hedhur balt, për të diskutuar për çështje që nuk janë pjesë e këtij diskutimi. Procesi I tokave nuk është pjesë e kësaj foltore, është pjesë e proceseve gjykatës. Dhe sigurisht është një proces jo I lehtë, I nisur që nga 91-shi, dhe I trashëguar në vite, për arsye nga të gjitha administratat, por nuk është që ndodhi sot, dhe nuk mund të përdoret sot për retorikë politike. Prandaj të flasim për një zhvillim ekonomik dhe të flasim për një ekonomi të qëndrueshme, ne sot kemi mundësinë të mësojmë nga historia edhe vendeve fqinj, të cilët mezi u ringritën në turizmin që e kanë pjesën më të rëndësishme të tyre pas krizave të cilat I kaluan me sukses, por jo me lehtësi. E ne kemi mundësi të ndërtojmë jo vetëm atë agroturizëm dhe turizmin e thjesht atë që është me zemër, me bukë, me krip, me shpirt, por dhe atë elitar. Që të kemi mundësi që shumë turistë elitar të mos kalojnë për gjatë mesdheut dhe mos ndalojnë Shqipëri, po të angullin flamurin edhe në tokën shqiptare. E për këtë, ne duhet të bëjmë gjithë bashkë dhe të njohim meritën e këtij zhvillimi dhe jo vetëm të hedhim balt. Faleminderit.